Armando Broja është kthyer dje në fushën e lojës me skuadrën e Evertonit duke lënë pas krave dëmtimin e radhës që e la jashtë për më shumë se 2 muaj. Trajneri David Moyes pranoi se në fund ekipi kishte pasur nevojën për aktivizimin e tij dhe të Çermitit, por se tani po shite për herë të parë në veprim sulmuesit që kanë qenë thuajse gjithmonë të dëmtuar. Dy sulmuesit na dhanë diçka tjetër, ose thjesht një shtys tjetër në fund që të marrin diçka, tha fillimisht Moyes për fundin e ndeshjes, ku hodhi në fushë dhe Brojën që të tentonte barazimin që skuadra e tij doli ta arrinte. Çermiti, unë jam ende duke e njohur atë dhe nuk ishim të sigurt se sa mund të luanin Josef apo Broja, por e dija që nuk do ishte për një kohë të gjatë për nivelin ton, por mendova se duhej në fund. Ne po fillojmë të shohim diçka nga ata, por e vërteta është që nuk kam pasur mundësi të jemi sinqert as tifozët e Evertonit, sepse ai ka qenë i dëmtuar për të gjithë sezonin. E njëjta gjë me Brojën. Dhe të gjithë po i shohim për herë të parë, tha trajneri i Evertonit në konferencë për mediat pas barazimit me West Hamin.